Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të grupit numër 3. Po edhe këtu që ta kuptoni cili grup është. Është maskuliniteti hyjnor, fillimet të reja, letra T që i dhe guximi, dhe është letra Oracle, dhe kalorësi i monedës. Të dashur grupi numër 3. Ndonjëherë ajo që na duhet më shumë nuk është të kuptojmë gjithçka, por të marrim një vendim dhe të fillojmë të ecim. Maskuliniteti hyjnor na fton të zgjojmë brenda vetes atë pjesë që nuk pret por vepron. Ajo energji që nuk ka nevojë të dashur për një aprovim apo perfeksion, por thjesht ndërton. Është momenti për të ndalur mendimet pafund dhe për të kthyer drejt veprimit me qëllim, me fokus, me një zë të mbrëmshëm. Unë mundem. Këtë s'do të harruar asnjëherë. Unë mundem. Kur je, tani, siç e thash, është një moment që duhet ndaloni dhe të nxjerrni gjithë forcën nga brenda. Ta bindni veten për çfarëdo që jeni nisur, që është një gjë vërtet shumë e dëshiruar, për çfarëdo që është synimi apo qëllimi juaj. Ta bindni, të nxjerrni në pahë maskulinitetin hyjnor, qofshi femër apo mashkull, dhe t'i thoni vetes, unë mundem. Pas unë mundem, çfarë vjen? Nga ky vend apo nga kjo gjendje, nga kjo energji vjen letra e fillimeve të reja, që na kujton se kur marrim guximin për të lëvizur, unë mundem, fillimet e reja bëhen më të mundura. Nuk ka rëndësi sa herë ke provuar, nuk ka rëndësi sa herë je rrëzuar. E kush nuk është rrëzuar, ma thoni një që nuk ka dështuar, po unë të parën e ka patur, nuk është vërtet. Të gjithë ne kemi dështuar në gjërat tona, në gjërat që kemi dëshiruar për të arritur, por ai që nuk ka hequr dorë, ai apo ajo janë të suksesshëm sot. Siç thash, nuk ka rëndësi sa herë ke provuar më parë apo sa herë ke dështuar. Kjo është një fazë re, jo një përsëritje e së kaluarës, por një tokë e freskët ku mund të mbjellësh grupi numër 3 me duart e tua. Nga që nga dështimet e kaluar kemi marrë mësimin, ditë tani më mirë, jemi më të matur, jemi më të mençur, jemi më të ditur. Nuk është lehtë kësaj radhe të dështojmë. Do thotë, po mbjellim faret e diturisë të dashur. Edhe nëse nuk e shet të gjithë rrugën, ajo zbulohet duke i bërë hapat. Një ditë e 2-3 hapa, po një ditë e një hap. Sado me tempon e juaj, sido që ta dëshironi. Por rrugët e reja kërkojnë fuqi të mbrëmshme, siç ka ky këtu që është figura angjëllore me shpata në duar dhe një kujtesë të fuqishme. Forca nuk është gjithmonë e zëshme. Ajo vjen nga brenda nesh të dashur. Forca është të dish kur të flasësh dhe kur të heshtësh, është të kontrollosh egon pa e mohuar ndjeshmërinë, është ta ruash ekuilibrin brenda vetes, edhe kur rreth te ka stuhi. Absolutisht. Dhe ndonjëherë forca është të dish të thuash jo. Apo dhe po. Ndaj presionit të jashtëm dhe po ndaj vetes tënde, të dashur grupi numër 3. Por pikërisht në kutulltim del një ndjesi e vjetër që të ndalon. Shikoj këtu. Siç thash, të zgjojmë atë brenda vetesh, ti themi vetes që mundemi, për çfarëdo që të jetë situata. Këtu e shikoj që jeni duke dëshpërueshëm një fillim të ri, për të filluar, për të kapërcyer çfarëdo që të jetë sfide, shqetësimi, problemi që e keni tani. Duhet të mbledhur forcat nga vetja juaj të dashur grupit numër 3 dhe të mësojmë të themi jo kur nuk mundemi, kur nuk duam, dhe më shumë vetes po të dashur. Dhe kja ku është që pasqyron në fakt ndjesitë e juaja për veten e juaj dhe për rrethin. Pikërisht në këtë udhtim del një ndjesi e vjetër që të ndalon, vetë dënimi. Ti them po aman, mos mërzitet, mos i humbas, të arsyetohesh, edhe pse e lodhur, me një farë mënyrë po e ndëshkoni veten, duke i thënë të gjithë, duke qenë për të gjithë aty.
është vetë ndeshkimi të dashur. Ai zë që flet me ton kritik duhet të kishe bërë më shumë, gabove prapë, nuk je mjaftueshme. Kjo letër bën të ndalosh dhe të pyesësh. A është i vërtet ky zë? Apo është një plagë e vjetër që ende flet? Unë them është një plagë e vjetër. Ky lexim nuk ka të bëj asgjë me atë çfarë keni qenë apo çfarë keni përjetuar. Mjaft më me ndëshkime të heshtura grupi numër 3. Tani është koha për të folur me veten me mëshirë, për të treguar dëmshuri për atë që ke kaluar. Gabimet e tua nuk janë fundi yt, as i imi. Të gjithë kemi bërë ato. Kjo duhet të na forcoj, grupi numër 3. Janë pjesë e historisë ton apo historisë tënde. Dhe kështu të dashur, në fund vjen kalorësi i monedhës, një kujtesë që suksesi nuk matet me shpejtësinë. Ka zgjatë kjo periudhë, është energjia më e ngadaltë në gjithë tarot, kalorësi i monedhës. Nuk matet pra me shpejtësinë, por me qëndrueshmërinë. Ky kalorës nuk ka nevojë të bëj shfaqje, ai ecën ngadalë, por me siguri. Dhe kjo është pikërisht ajo që po bën dhe ti, apo që duhet të bërë dhe ju grupi numër 3. Edhe kur duket sikur nuk po ndodh gjë, ti po i ngul themelet e diçkaje të qëndrueshme. Një përmbledhje nga gjithë kjo të dashur është një udhtim që të fton të besosh në forcën tënde, të pranosh fillime të reja, të qetësosh zhurmën e brendshme dhe të lëshosh fuqinë dhe të ecësh përpara me ritmin tënd, ashtu siç di vetë. Ky grup i tretë është një thirrje për vetdije, ndërtim dhe butësi, një rikujtim që çdo ndryshim i qëndrueshëm nuk ndodh me vërull, por me vendosmëri dhe ndjeshmëri. Dikush më shpejt e dikush më ngadalë, por secili në mënyrën e vet. Mos harroni, të gjithë kemi dështuar, të gjithë kemi gjëra që përballojmë, sfida dita ditës në përditshmëri në jetët tona, por kjo nuk duhet asnjëherë të na bëj të ndalojmë, por siç ju ka dalë këtu, të dim të themi jo dhe ta duam më shumë veten, siç kemi bërë deri sot grupi numër 3.